jam shumë e kujdesshme cilët njerëz si lo me qenë afër meje, sepse unë mendoj që rrethi yt është rrethi i cili do të jetë shumë i shëndosh, do të jetë për njerëzit që dojnë ty. Jo njerëz xheloz, njerëz jo besueshëm, njerëz që janë lojal ndaj meje ose ndaj komplet rrethit, njerëz të mirë, domethënë du mi pas afër vetes, njerëz që s'pres kur gjapi ty ne pas ata s'presin kur gjapi meje. Raporte shnusha, pa interes. Zakonisht unë jam njeri që s'kam kur fare interesi prej kërkut, veç punoj punën teme dhe that's it. Vjosa, çka ta prish disponimin? Një ditë të zakonshme, kush çka mundet me bo që Vjosa mua saru? Jo korekcia njerëzve, do më thonë mu, ditën më aprish është shumë vështirë, sepse nuk e lejoj dikush tjetër më aprish ditën mu. Edhe shumë mirë bëjnë. Po, sepse jam shumë e drejt për drejt, nëse diçka nuk shkon, unë me fillim ja bëj njerëzve të ditur që nuk shkon kështu, edhe mandej stresin e teprum kur i ki njerëz me fasada, me maska para, do më thonë afër teje, ti gjithmonë kime qeni friksum se çka po të ndodh nesër, më kështu kur je shumë i drejt për drejt, njerëzit që kanë 2-3 fytyra nuk jep as hapësirë më shumë me të shkaktu ty energji të keqe ose diçka tjetër me përjetu që është jo e mirë, kështu që nuk ka hapësirë, njerëzit nuk kanë që më prish disponimin, po ndoshta ajo korekcia, kur njerëzit mundohen mi shfrytzu njerëz të tjerë, ose me fol keq për njerëz të tjerë, kjo mund t'jetë ajo që mundet jo më prish ditën, po me nervozu. Me ta caru. Se nuk më pëlqejnë pa drejtësi, do me thonë nuk kam qef njerëzit me i shfrytzu njerëz të tjerë, edhe me marrë merita veç për veti. Do me thonë mu pëlqen njerëzve me ja vlerësu kontributin, më pëlqen njerëz e mirë mi pas afër vetes edhe profesionist, që në fund, sa du shë vështirë me qenë një projekt ose një kauzë, pa marrë parasysh se shka është ajo, njerëzit me qenë për njënin tjetër në atë, se veç në ekip mund është me funksionu. Njerëz të cilët nuk janë korrekt, edhe janë njerëz që kanë egon t'i për të madhe, mu nuk më pëlqejnë, me tregu drejtën. Okej, Vjosa kemi me folë shumë tema tjera, se po më duke kitë muhabetin sot na veç në këmbë, po kemi mullë edhe muratu atje si mas miri. Çka po du me të pytë në këtë pjesë parë, për lidhe me natyrën, e përmendem në fillim. A ke bu hiking, ose e marrë me naj sport, a ke jesë na herë, vend në bukra në Kosovë, kemi sa dush, dhe jo vetëm. A ke dalë me ecë, a të pëlqen, ose a ke bu camping, a ke bujt në herë në tendë? Mu më pëlqen ecja në natyrë jashtëzakonisht shumë, nuk kalon maje e malit që nuk e kom gjitë në Ballkan, po flas. Bre, personazhi ideal për kamp. Edhe më pëlqen për shembull majet më të larta që në Kosovë kom gjitë krejt majet më të larta, ato e fillu domethënë Xheravicën, Lybetenin, pastaj kom bo edhe bashkë me shoqëninë time prej Gjermanisë, kemi para vitin 2020, kemi qenë dikon 8 ditë në një si udhëtim ka qenë, tëri ka qenë kam, ditkon 180 km kemi ecë, sa llogarit e prej Kosovës, kemi shku në Malzi, prej Malzi kemi kalu në përfshatrat si Plava, Gocia, Vutha e kështu me radhë. Kemi kalu pastaj në pjesën e Thethit dhe pjesën më të bukura të Valbonës e kështu me radhë të Shqipërisë.